Kullotat janë ekosisteme me rëndësi të veçantë ekologjike. Ato ruajnë një biodiversitet të pasur, një shumëllojshmëri bimësh dhe kafshësh. Ato ndihmojnë në ruajtjen e pjellorisë së tokës duke parandaluar erozionin e saj. Si të tilla, këto ekosisteme kanë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrave natyror dhe stabilitetin e klimës. Gjatë periudhës nëntor 2023 deri në tetor të 2025-s, Qendra Bujqësore e Mjedisit në Shqipëri, REK Shqipëri, ka implementuar në zonën e Korab-Koritnikut projektin Connectivity Through Pastures, ose ndryshe korridori kullosor. Ky projekt fokusohet në problematikat e kullotave, duke nisur që nga një studim thelbësor për të parë se cilat janë arsyet sepse kullotat po degradojnë në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare, Qendra Bujqësore e Mjedisit ka realizuar disa aktivitete. Fillimisht kanë qenë disa aktivitete studimore, ku ekspertë kontraktuar nga ne kanë vizituar këto zona dhe kanë parë nga afër se cilat janë problemet mjedisore. Ajo që ne vërejtëm fillimisht kur nisëm këtë projekt është që kullotat janë lënë pas dore, nuk po shfrytëzohen më. Qofse deri para pak vitesh po thoshim që janë barinj të cilët po i vënë zjarrin pyjeve, po presin drut për të liruar hapësira për kullotat. Tani po ndodhet kundërta. Kullotat nuk po shfrytëzohen dhe përpasoj pylli po afrohet dhe po zë më shumë hapësira nga kullotat. Kanë prish kullotat tash i kanë mbit shkurrat, i kanë mbit. Gjithashtu pjesë të këtij projekti kemi bërë një studim nëpërmjet teknologjisë remote sensing, duke përdorur pamjet satelitore për të bërë një hartëzim të gjithë sipërfaqes së parkut dhe për të parë cila është sipërfaqja reale e kullotave, cila është sipërfaqja e pyjeve dhe për të bërë gjithashtu një hartë interaktive, le të themi, të gjithë habitateve që ndodhen në këtë zonë. Studimi tregoi që lëvizja e popullsisë në zonën Korab-Koritnik është në masën 50%. S'ka njerëz, s'ka njerëz, s'ka njerëz. Vetëm pensionista kanë gjithë. Mu shtime e naltë, thuj, rrallë ka, shumë rrallë janë po. Aktivitetet kryesore në të cilët gratë ndikojnë tek pjesa e kullotave ka të bëjë me bimët medicinale aromatike, bletaria, përdorimi i turizmit dhe shfrytëzimi i zonave të kullotës për blegtorinë. Nga ana ekonomike dhe sociale, kullotat përbëjnë një bazë të rëndësishme për ushqimin e blegtorisë. Ato gjithashtu kanë vlera të rëndësishme kulturore, sepse janë të lidhura pasgjithshmërisht me traditat, zakonet dhe mënyrën e të jetuarit të komuniteteve aty pranë. Kohët e fundit, këto janë kthyer në hapësira të rëndësishme për zhvillimin e turizmit malor. Por zhvillimet demografike, burimet dhe kapacitetet e kufizuar në nivelin vendor kanë përkeqësuar gjendjen e tyre. Menexhimi i qëndrueshëm i kullotave është thelbësor për të ruajtur funksionet e tyre ekologjike dhe për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve që varen prej tyre.